e këtyre politikanëve tanë për qenë të parët gjithmonë. Janë shumë fali të gjej disa fjalë që nuk janë normale, vampira për karrigen e tyre. Vleni do të jetë me 2 kryetarë paralel, me ja 5 nën kryetar, me ja 5 sekretar, domethënë një karrige secili. Dhe pjesa e BDI-s për çdo gjë Artan Grupi nuk është se do bëj diçka. Artan Grupi nuk duhet të kërkojë rreth parë sepse nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore. Ai ligj që ai akuzohet është votuar nga qeveria, pra duhet hyrë në burg nga kryeministri, gjithë ministrët, pastaj duhet i vijë rradha zotit Grupi. Pra dhe herë, ato ngritin një proces falso që ta nënçmonin. Çështja është që shqiptarët këtu për 5 vite ose dhe më shumë, janë prishur ekuilibrat e partive shqiptare brenda faktorit politik shqiptar. Nuk do kemi më faktor politik të shqiptar të shëndosh për 5 vite apo për 10 vite. Do me thënë siç kemi pasur dikur PPD-n, PDSH-n dhe BDI-n. Do i kemi shqiptarët në 7 parti me nga 2-3 deputet. Kjo është tragjike dhe nuk është problem. Ja u thash, këtu janë të uritur për karrige vetvete. Do me thënë e shkelin këto njeriun e tyre që ai tjetë në një post karrikes. Janë interesant dhe politikanët tu janë zgjedhur me konkurs shumica të jenë njerëz të paaftë dhe njerëz që vijnë nga kategoria e nivelit të ulët intelektual dhe familjar. Të flasim kjo është traditë intelektuale, nuk fillon shkalla që ngjitet. Këto janë brez i parë për shkakun që kanë diploma. Apo ne kemi deputet hoxhallar, apo kemi deputet që s'ka punuar asnjëherë, punë e parë ka bërë deputet. Domethënë 40 vjeç, 30 vjeç deputet. Domethënë asnjë gjë. Dhe me diploma jo të merituara, diploma që janë ble ashtu si janë ble në për shumë universitete të botës që ka shiten, pra nuk kemi njerëz të merituar. Për fatin e keq ka rënë niveli i ulët i përfaqësimit të shqiptarëve. Edhe diçka te Artan Grupi, ju shikoni një marrëveshje pas kënd për dorëzimin e tij dhe së dyti edhe Mickovski foli për një skenar që mund të ndodhte nëse do ishte në qeli. Unë nuk mendoj që ka ndonjë marrëveshje që zoti Grupi të rikthejë dhe të merrte atë vendimin burg shtëpiak, sepse nuk është njëri që ka bërë shkelje ligjore pra të që akuzohet, nuk flasim për gjëra tjera. Nuk besoj se ka një marrëveshje të tillë, por çdo gjë mund të ndodhi në Maqedoninë e Veriut. Gjykata, prokuroria janë në dorë politikës. Ktu nuk zbatohet drejtësia, ktu zbatohet oreksi politikës. Këne në Shqipëri ka, po ka dhe një farë drejtësie që jetë, tu s'ka i shkuar zero. Nëse politika ka vendosur që ty të akuzohet dhe të fusin burg, ti duke qenë në asnjë vend në punë, në shtëpi pensionist thjesht, ti përfundon brenda natës në burg. Me akuzat e të tërheqin zvarr këto ja 10 vite që ti se merr veten kurrë, nuk ka zbatim e ligji kështu. Do flasim për ndryshimet tashmë në Tiranë, në qeverinë e re, shumë ministra, gati gjysma e qeverisë, cilësuar nga shumë që si tërmet 7 ballësh, por si përfundim këto ndryshime pritet që ndikojnë edhe në raport me fqinjet. Ikja e Ballukut, Pirovëngut, ardha e ikja e Elisa Spiropalit, tek pjesa e diplomacisë që ju pak javë më parë keni akuzuar kryeministrin që shkatërroi diplomacinë shqiptare, ndërkohë që tashmë vjen Ferit Hoxha, por edhe ai mind shkuar në raportet me Greqinë. E gjitha kjo, si na shkon për shtat ne, por edhe fqive. Këtu e kam fjalën për Greqinë. Do të them këtë gjë që zoti Rama, domethënë 4 mandate kryeministër do të mahet mend për shkatrimin e çdo pollone apo çdo marrëveshje të heshur politike shqiptare. Në radh parë ka prishur ekuilibrat fetare, kam thënë që në 2015-ën. Ekuilibrat fetar. Politikanëve tanë, sepse ne kemi pas një marrëveshje të heshur duke patur disa besime fetare brenda Shqipërisë, duke patur që përfaqësimi tjetë të drejtë, ky i ka bërë, ka futur të zënë aty 2 priftrinj ministra, gjë që s'është e drejtë kjo. Priftrinj që njihen që marrin mesha, siç është protestant apo ai tjetri. Nga ana tjetër, po ja u them këtë gjë, që ka pas qeverisë, ka pas shumë qeveri Rama, qeveri që ka pas 60-70% ministra ortodoks dhe ato që vinë nga zona me rrënjë lidhje familjare nga Imara apo nga Saranda. Ka shumë emra. Të kalojmë ke kjo ana tjetër që Bulluku dhe Vengu njiheshin si lojtar të Greqisë, si lojtar të Greqisë, por të zbuluara në kohët e fundit,
Rama i shkarkovi me qëllim që të bëjë zëvendësimin e tyre, e hoqi zonjën Spiropali sepse krijoi një autoritet ndërkombëtar, por dhe një pakëndësi në 2 vizitat e fundit në Athinë, që në vizitën që bërim fillim me diasporën shqiptare atje deklarovi që unë vi me rënjë nga Çamëria dhe të parët e mi janë përzënë me dhunë nga këtu, dhe ka një rënjë Çamërie, nga gjyshja, nga nëna që themi, e ka një rënjë pastër, edhe kur ajo mbajti atën karafilin e kuq, shenjën e karafilave të kuq, që njihet dhe poezia karafili i kuqit Çamërisë, por që ja zoti Rama për orekset e Greqisë ja prishi karrierën, asaj është për mua karriera saj është mbyllur politikisht, përveç si deputete nuk mund të jetë më. Për orekset për këto lëvizja, pra vizita në Greqi e dogji. E dogji Rama se për mua Rama është lojtar i Greqisë dhe luan bukur, luan në tokë dhe mbi sipërfaqe hiqet si patriot me lëvizje të tilla këto, por është lojtar i shkëlqyer i Greqisë. Ai di vetë ato lidhjet që ka me Greqinë që nga viti 91, 92, 93 dhe zoti Berisha ja ka thënë që është i përpunuar nga ish oficerja e ambasadës greke në Tiranë në 93-94 Eleni nga Selaniku, është e njohur, dhe zoti Ferit Hoxha që ka ardhur ka një të shkuar të errët, ka një akuzë të rënë që gjoja në thojza e themi ka humbur laptopi i sekreteve të natës diplomatike, gjë që ai laptopu gjën në duart e sigurimit rus, ka pastaj pikën e errët në marrëveshje që ka qenë të varrezave të ushtarëve grek gjatë kohës qeverisë së zotit Berisha, ka qenë në komision apo bisedimet në marrëveshjen e detin 2009 që zoti Rama këtë komision apo këto këshilltarë i çovi në gjyq, dhe sot e shohim ministër të jashtëm, një lojtar themun që përsëri është lojtar i Greqisë. Për fatin e keq, akoma ne nuk po çlirohemi nga grekët apo dhe fëqinj të tjerë që kanë pretendime territoriale në Shqipëri. Por Rama e ka të theksuar atën veprimin pro-grek, e ka të theksuar, na solli bustin e Mitsotakiusit aty që më ka përzënë dhe mu dikur në 93 me operacionin e nënçmimit, e them, Shesa, edhe shumë gjëra anti-shqiptare. Zoti Rama në histori do hyjë si anti-shqiptari më i madh. Tu do t'jemi unë si historian, do ta shkruaj atë që është anti-shqiptari më i madh mas vitit 90. Ju thoni që tashmë ministri i ri i jashtëm ka vetëm 2 rrugë. Po, ka 2 rrugë. Një rrugë të tradhtisë për dhënien e detit pjesës shqiptare të detit jon në heshtje, po e përsëris dhe herë në heshtje. Unë kam frikë se Greqia e ka marrë në heshtje, sepse veç e ka deklaruar që ne e kemi marrë në 2025. Dhe nëse Staku zbaton denoncimin që ka bërë zoti Rama në 2009-2010 për shitjen e detit jon, zyrtarisht, atëherë ai duhet hyjë në burg. Por duke ditur që Rama është një lojtar dhe në thojza e them i pabes, që i fut në burg bashkëpunëtorët e tij, sa i ka treguar koha, futi në burg Sajmir Tahirin, e Delenisi, ja prishi familjen gjithçka strese, futi në burg Erion Velin, se mendoni u Staku. Atëherë bullukun si doli 3-4 muaj e mbrovi me çmimin më të madh dhe akoma vazhdon ta mojë zoti Rama. Më vjen keq që them dhe ka shumë dokumenta, shërbimet e huaja, partnerët të Shqipërisë, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Turqia, siç është Italia, Gjermania, kanë fakte të atashme të zotit Rama. Ne mendojmë se duke ecur ne me ato telefonat në xhep mbyll nuk na vështrojnë të ato mëdhenj. Ne jemi shumë të vegël përpara Shtetit e Bashkuara të Amerikës, përpara gjermanëve. Dhe kanë dosje dhe Gjermani, nëse zoti Rame e rregullon me vajzën e Trumpit, ashtu siç flitet për 250 milion euro, atëherë të lej Gjermani, se ka përplasje politike Gjermani me SBA. Unë jam i vogël që t'i them këto gjërat, t'i hap ato. I din ato të shërbimit shqiptar. Pyetja është e zotit Rama, ku është i shefi Shishit, Helidoni, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë mund të flasë atje gjatë bashkëpunimit që ka pas me zotin Rama dhe aparatet e përgjimit që ka pas në vitet që drejtonte Shishin? Vetëm pyetja thjesht, vetëm logjikat na punojnë. Po zoti Vishko që ka qenë shefi Shishit, çfarë ka thënë atje ku ka qenë ambasadori i NATO-s gjatë viteve për përgjimet e tyre tjerave? Dhe mos flasin edhe shumë personalitete tjera. Se çfarë mendojmë neve, se këta ikin dalin pension këta funksionarët e lartë të shërbimit shqiptar, shkojnë atje në Amerikë dhe atje kënojnë pastaj. Ky këtu, sa atje s'ke, po shkova atje, nuk lehen ato pa kënduar.
Ju thoni që Rama më shumë 13 grekëve sa amerikanëve. Tashmë, duke qenë se ju ja shkruat parathënien edhe ministrit të ri, si është fati i çështjeve të tjera tonat përveç asaj deti që ju e tha që keni frikë se ajo është mbyllur? Fakti dhe njërë, djesa mbi koka tonë rri harxhari i politikës greke, rri ligji i luftës që ban Greqia, rri sekuestrimi pronave shqiptare në Greqi që janë të konservuar me ligjet greke. Dhe po e them, unë kam informacione kohët e fundit që Greqia po fillon për herë të parë të shesi pronat e shqiptarëve në Greqi palëve të treta. Se deri dje ka pas me ligj, ato janë të konservuar. Nuk mund të shfrytëzohen, por nuk mund shiten. Më ka rënë në dorë 2 dosje të tokave të mëdha të fshatrave në Çamëri që po ushiten palëve të treta dhe të huajve që vinë ato tokat mëdha për biznese, për fabrika, për këto gjë që është. Pra, Rama i ka frikë grekët dhe do t'i ketë dhe kur flen gjumi ka frikë grekët. Ai e di pse i ka frikë grekët. Nuk e di çfarë ka ndodhur gjatë viteve që ka qenë në Greqi me familjen e tij se ka qenë atje në Greqi, në fillim të viteve 90, por për fatin e keq Greqia vazhdon, me ligjin e luftës. Rama, nëse do ishte diplomat i mirë, politikan i mirë, me afërsinë që ka me Mitsotaksin dhe me politikanët e tjerë grek, ai duhet të hiqte ligjin e luftës që hiqet. Është shumë e thjeshtë. Se disa herë është hequr me votim qeveritar ligji i luftës, por deputetët se kanë votuar që ta heqin. Pra atëherë si 2 shtetet NATO-s neve antarë që mbrojnë njëri tjetrin, ku qielli kufitari joni mbrohet nga aeroplanet e ushtrisë greke zyrtarisht nga NATO-ja. Pra, domethënë territori i Republikës Shqipërisë mbrohet zyrtarisht nga aeroplanet e ushtrisë greke që kanë dhe flamurin e NATO-s. Pra jemi në gjendje lufte, ndërkohë që avionët janë qiell dhe na mbrojnë. Për ta mbrojtur me ligjin si antar të NATO. Dhe ai fare thjesht e ka si kryeministër një letër komandës së përgjithshme të NATO-s, që është ky ligj i luftës që mbajmë ne, sepse është interesante, të zgjatem këtu. Greqia dhe Turqia janë bërë antar të NATO-s në momentin e njëjtë, në orën e njëjtë, në minutën e njëjtë, me qëllim që 2 vendet mos e pengonin njëra tjetrën. Pra, mos e pengonin njëra tjetrën, kjo është shumë normale. 2 vende që kanë probleme i pranojnë